Gazetari dhe studiuesi i Lir Ekonomi ka dhuruar bibliotekës Timi Mitko të Korçës 3 nga veprat e tij: Fanolli Apostolli, Fanolli Rebeli dhe Pavarësia, udhëtimi pa haruar i Ismail Qemalit. Ai tha se të 3 këto vepra përmbajnë një punë të thelluar kërkimore dhe shkencore, ndaj ka edhe dëshirë që të vijë në dispozicion të lexuesve të interesuar korçar. Nga ana e saj, drejtoria e bibliotekës Jorida Tollkuçi i ka uruar suksese të mëtejshme për të tjera vepra të rëndësishme. Këto janë 3 libra që unë po ja dhuroj bibliotekës. Është libri Apostolli, libri i parë për Nolin, libri i dytë Rebeli dhe një libër që quhet Pavarësia për Ismail Qemalin. Pra, të 3 këta libra përshkruajnë 2 figura emblematike të kombit shqiptar. Për mua, unë i kam shumë për zemër kështu si libra dhe po ja dhuroj me shumë kënaqësi bibliotekës. Ne jemi të nderuar që na dhuroni botimet tuaja dhe ju urojmë suksese të mëtejshme në botimet e tjera, studimet tuaja. Ekonomi gjithashtu është njohur edhe me shërbimet që ofron biblioteka Timi Mitko e Korçës, si dhe me fondin e pasur të saj në fushën kërkimore dhe shkencore.